Klodi, reagimi? Se nuk e folur pak edhe ti për këtë çështje asë kohë kur doli, po... Jo, shiko, në fakt kjo ka një histori shumë interesante. Për herë parë, ne në Shqipëri u njohëm me emrin e Zotit Ysa kur një gazetë meksikane e quajtur El Universal publikoi në aso kohë një raport të antidrogës meksikane që thoshte që ky grup është një grup shumë i rrezikshëm që pastron para, është lidhur me kartelin e Sinaloas, është pjesë integrale e tij etj. U publikua lajmi, u mor, po ndërkohë nuk e njifte, nuk e kishte kush iden që kush ishte Zoti Ysa dhe me çfarë bëhet për kë bëj fjalë. Kishin kaluar 1-2 ditë pas publikimit të lajmit në Meksik dhe unë isha duke folur me dikë rastisht dhe më thot, ore ti e di që ky ka qenë në kryeministri? I them, si mo ka qenë në kryeministri? Po më thot, ke edhe foto. Fotot ishin publikuar nga portali Dosja, po ishin publikuar për deputetin. Hauptmann, Gjermani. Që shkon te zyra e Ramës. Dhe më thot, luftari Ysa është ky këtu. Dhe ne e publikojmë atëre, ishme të ne lajmi që karteli Sinaloas pritet në kryeministri. Okej. Pra ka qenë krejt rastësisht? Ka qenë krejt rastësisht. Pastaj doli Zoti Rama dhe tha qa janë këto, si me ato gjëra që ne dëgjuam aty. Pra është një taktik që Edi Rama e ka gjithmonë kur zihet ngushtë. Klodi, se duat kuptoj edhe këtë pak. Çfarë do thotë ky sanksion i Departamentit Thesarit? To janë sanksionet janë përtej sanksioneve politike, pra janë një shkallë më të rënda, pasi këto sanksione i japi mundësi qeverisë amerikane, pra ti shpallesh si organizatë kriminale, dhe japi mundësi qeverisë amerikane që të sekuestrojë çdo të ardhur që ti mund të kesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, japin drejt qeverisë amerikane që të kërkojnë institucione financiare, pra bankave, që të blokojnë dhe të mos procedojnë asnjë veprim financiar të këtyre kompanive, dhe përgjithsisht pjesa tjetër pastaj është ndalimi i tyre SBA që është pastaj se çfarë të dhënash, se po ta shikosh njoftimin e Thesarit, ai thotë që ne, pra Departamenti Thesarit në bashkëpunim me qeverinë e Meksikës në kuadër të luftës së goditjes së karteleve, kemi ndërmarrë këto masa. Pastaj se çfarë materialesh, provash apo faktesh të tjera kanë skuadrat që po bëjnë këto operacione, këte ne nuk e dim, pra kanë të tjera fakte që mund të shkojnë në procedime penale apo ku diun, po ajo për njoftimi i Thesarit është për këtë. Pra bllokim të aseteve, sekuestrim parave dhe ndalimin e këtyre kompanive për të bërë biznes me çdo lloj entiteti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është